Temperaturat e larta të kësaj vere po reflektohen edhe në rritjen e numrit të qytetarëve që kërkojnë ndihmë pranë shërbimit neuropsikiatrik në ambulancën e specialiteteve të Shkodrës. Sipas mjekut Gjon Preçi, gjatë 2 javëve të para të korrikut janë regjistruar mbi 30 vizita në ditë me shqetësime dhe simptoma që lidhen me ekspozimin ndaj temperaturave të larta. Problemet që kanë komuniteti i pacientëve të një problemi shëndetit mendor është më e veçantë. Pse? Ul reagimin, ul aftësinë për të rujt, ulëvsinë për t'ju shmangë temperaturët të larta dhe ekspozimi krijon probleme të natyrës fizike, deri ke aksidentet e cerebrovaskulare apo kardiovaskulare, mund të bëjë infarkt, mund të bëjë insult e tjerë. Mjeku thekson se kujdesi familjarëve është thelbësor për persona që vuajnë nga çrregullimet e shëndetit mendor për të parandaluar përkeqësimin e gjendjes së tyre. Ne hasim për ditë raste ku ka në urgjencë paraqiten smur edhe spontan që ka një ndikim direkt nga temperaturat e larta, për arsye të paaftësisë për të rujtur. Rëndësia është e kujdestarit, e familjarëve, që këta personat mos i lejnë të ekspozohen, sidomos temperaturat e pikut, ndërsa 10-11 para ditën deri në 5-6 pas ditën ta duan evitu kontakti me diellin me temperaturat e larta. Përveç rritjes së vizitave ambulatore, gjatë kësaj periudhe është shtuar edhe numri i shtrimeve në spital. Sipas mjekëve, më të prekur janë moshat mbi 60 vjeç, të cilët vuajnë nga sëmundje bashkëshoqëruese si hipertensioni, diabeti apo pagjumësia kronike, duke i bërë më të ndjeshëm ndaj efekteve të temperaturave ekstreme.